ne pothuajse kemi turizëm rajonal i cili përfshihet në një turizëm më tepër, po themi jo i organizuar, po thjesht iniciativa personale, sepse vetëm 15% e turistëve që vinë në Shqipëri janë me kontratë, siç tha dhe Flora, që tregon që ne nuk kemi arritur dot t'ju sigurojmë atyre një, po themi, një pushim dinjitoz nëpër hotelet apo resortet, në mënyrë që të kesh mundësi t'i marrësh më shumë të ardhurat. Pra ne kemi 1% hotele me 5 yje apo resorte, ndërkohë që Malizi, Kroacia kanë 7 deri në 10% hotele me 5 yje dhe resorte. Që këtu ti je 10 herë më do marrësh 10 herë më pak të ardhura nga rajoni, sepse sigurisht që duke marrë ai hotele pa paketë të plot, duke zënë në Airbnb, të cilat për thënë vërtetën përbëjnë gati 78% të gjithë akomodimit tonë. Jemi në një rrugë jo të mirë dhe shpresojmë që qeveria ta kuptojë dhe mos merret më me shifra. Kosova e ka 2 herë gjysmë më shumë të ardhura për turist në vit se sa Shqipëria, që fundit nuk ka fare turizëm, nuk ka në identitet kështu se çfarë, nuk ka det, e kupton, dhe tregon që ka diçka që nuk shkon, dhe Europa për 2025-ën kishte 52% të gjithë të ardhurave vinin nga turizmi vendas. Pra ti, duke mos analizuar këtë, ti mendon se ke siguruar 5 miliard, po mund të kesh 10 miliard të ardhurave.